Kjo në një letër i shkruante, e di thot që do bëj një luftë të madhe, thoshte, me prindrit e mi, domethënë. Po unë do t'ja dalë, thoshte, edhe luftës, se ti do më mbështetësh në luftën mbasi të dalësh. Ti do bëhesh njeri i mirë, se unë të lexoj që je njeri i mirë. Si e festojnë, mu trego pak në një detaj të bukur? Për shembull, dita me bukurimja ishte kur isha te kontrolli, lexoja letrat e dashurisë që i binin ato. Shumë lot ishin të policave që ne lexonim letrat e atyre aty. Kam pas një djalë që e danancoi komshie, danancoi vetë nëna për të lënë drogën në burg, edhe e mbylli në burg, domethënë se u lodh një herë, dy herë, tre herë, ai ishte përsëritës. Edhe një ditë të bukur ajo denancoi, futet në burg. Mbasi domethënë, ky djali para se të futej në burg njihet rastësisht me një vajzë, edhe unë me thënë drejtën kam suportuar se i kisha të dy komshi. Kjo në një letër i shkruante, e di thot që do bëj një luftë të madhe, thoshte, me prindrit e mi, domethënë. Po unë do t'ja dalë, thoshte, edhe luftës, se ti do më mbështetësh në luftën mbasi të dalësh. Ti do bëhesh njeri i mirë, se unë të lexoj që je njeri i mirë, thoshte. Janë të dy tani këta? Janë të dy dhe kanë edhe fëmijë, dhe unë i përshëndes, edhe dua shumë ata e din kush janë.